Beqë. Ne si media e kemi rolin jo vetëm të informimit, e kemi edhe me një farë të edukimit. Për të kontribuar pozitivisht në këtë drejtim. A mund të mbyllim me tone pozitive këtë debat, duke respektuar njëri tjetrin, duke falenderuar njëri tjetrin, edhe duke ia dhënë dorën njëri tjetrit për debatin. Ju jeni ngarë secili për vete. Ky është teorimi në fillim të debatit. Edhe uroj edhe të vazhdoj krejt fushatat zgjedhore kushtrim. Nëse na dënon KPM-ja, po që se marrin vesh se çfarë numrash jeni në listë? Nuk ka nevojë qytetarët i din listat e subjekte politike, kanë s'kemi nevojë. Ose merrni këtë risk. Po se djena kishin futur një dënim, e kështu që s'kemi. Okej, ngritemi këmbë ja japim dorën njëri tjetrin. Zona Musliu, ju lutem. Respekt e reciprok ndërtohet duke thënë të vërtetën, jo duke thënë shpifje. Dhe kësaj mendoj që duhet çdo debat të përcillet vetëm me të vërteta dhe pa shpifje. Absolutisht po, unë çka mund të garantoj është ta ofroj erdhni këtu në mes, ta ofroj platformë për një gjë të tillë dhe pastaj është çështja tjetër e pozicioneve tuaja. Zoti Arifi, faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti Kërçeli, faleminderit shumë. Respekt. Faleminderit shumë. Zona Musliu, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Respekt. Faleminderit shumë. Atëherë ky ishte debati zonja dhe zotëri, ky ishte një prelud pak a shumë i debateve që do të ndodhin në vazhdimsi në televizionin e gazetarëve, atë që e bëjmë zakonisht.